Leximi nga Apostulli i ditës. Veprat e Apostujve, kapitulli 15, vargjet 35-41. Edhe Pavli e Varnava rrinin në Antioki, duke mësuar e duke predikuar fjalën e Zotit bashkë me shumë të tjerë. Edhe pas disa ditësh, Pavli i tha Varnavës: "Le të kthehemi tani të shohim si janë vëllezërit tanë në çdo qytet që dham lajmin e mirë për Zotin." Edhe Varnava donte të marrë me vete Joanin që quhej Mark, po Pavli se gjente për mirë të marrë me vete atë që qendar prej tyre nga Pamfilia, dhe nuk erdhi me ta në punë. Ndodhi pra një grindje, kaq sa ata u ndan njëri prej tjetrit, dhe Varnava mori me vete Markun dhe lundroi për në Shqipro. Por Pavli zgjodhi silën dhe doli si u dha prej vëllezërve në hir të Perëndisë, edhe shkua në për Siri e në për Kiliki, duke forcuar kishat. Leximi nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 16, vargjet 20-24. Atëherë porositi nxënësit e tij të mos i thonë asnjëriu se ai është Jesu Krishti. Që atëherë i thuj, zuri t'u tregoj nxënësve të tij se duhet të shkojë në Jeruzalem dhe të pësoj shumë nga pleqt dhe nga kryepriftërinjtë nga shkruesit, të vritet dhe të tretën ditë të ngjallet. Atëherë Pietri e mori mënjan dhe zuri të qortoi duke thënë: "Le të dim se vetja jote e Zot, nuk do të bëhet kjo tek ti." Edhe ai u kthye dhe i tha Pietrit: "Ik prej meje, Satana, se më je skandal, sepse s'ke ndërmend punët e Perëndisë, por punët e njerëzve." Atëherë Jesu ju tha nxënësve të tij: "Kush të dojë të vi pas meje, le të mohoj veten e tij, dhe le të ngrer kryqin e tij, dhe le të më vi pas."